përveç ne të dëve, pra janë dënuar edhe 2 aktivist tjerë me nga 6 muaj burgim, ndërsa unë dhe Alin Mangjuka jemi dënuar me nga 1 vit e 6 muaj burgim. S'kam si mos të them se normalisht nuk ishte një vendim cilin e pritë mirë, pasi që konsiderojmë dhe jemi të bindun që është një vendim politik, një vendim i padrejt, një vendim që realisht tenton të i friksoj të gjithë ata që reagojnë kundrejt vendimeve të padrejta gjyqësore, sepse ky rast u inicua ndaj nesh kur ne reaguam kundrejt lirimit të një terroristi serb, Dejan Pantić, i cili sulmoi me bombë institucionet e Republikës Kosovës. Kjo ngjarje ndodhi vetëm pak muaj para se ndodhte sulmi në Banjsk. Mirë, po thoni vendim politik. Pse është politik? Pra është nga një gjykate e Kosovës, është për një rast, Dejan Pantić është ende i akuzuar, apo jo? Pse është politik dhe pse kundër jush këtë rast? Është politik pasi që nuk është as rasti i parë dhe as rasti i fundit që institucionet e drejtësisë, fatmirësisht jo të gjitha, por individ brenda këtij institucioni, më shumë realisht punojnë sipas agjendave të dikujt tjetër se sa në bazë të agjendave që do duhet shtyheshin para të Republikës Kosovës. Pra po e them, vetëm pak javë më pasi që u lirua Dejan Pantić, për cilin ne reaguam, kur u lirua dhe cilësuam se një vendim skandaloz, ndodhi edhe sulmi në Banjsk, ku vra Afrim Shefkiu, heroi i Republikës, Afrim Bunjakut, kërkoj falje, nga prokurori Afrim Shefkiu, u ndërmarr një akuzë e tillë, e cila sinqerisht e cilësoj mende të padrejt dhe totalisht palogjikshme, pasi që krejt qëllimi ynë ishte që të themi se terroristët serb nuk duhet liroheshin, gjë që u vërtetua pikërisht me sulmin në Banjsk ku vra heroi Afrim Bunjaku. Rast shumë i ndjeshëm për çfarë keni reaguar ju, megjithatë ju keni përmendur Avner Rustemin. Është në proces gjyqësor, pra sot kur ju është lexuar vendimi, keni përmendur Avner Rustemin në lidhje me faktin, në lidhje me atë që gjyqtarët vendosën për lirimin e Dejan Pantićit. Pra, Avner Rustemin nga pak po të njohësh historinë e kupton se çfarë kërkese bët. Prandaj edhe po jeni dënuar në akuzën për nxitje të përçarjes dhe kërcënim, apo jo? E njëjta prokurore që kërkoi dënim ndaj nesh, i liroi dje ose pardje nëse s'gaboj, disa serb që u arrestuan nga policia e Republikës Kosovës në veri të Mitrovicës prap, edhe pse u gjetën me shumë simbole provokative, shumë simbole kundrejt shtetit Kosovës dhe i liroi pra me vendimin e saj. E njëjta prokurori, pra prokuroria speciale, e liroi Dejan Pantićin që hudhi bombë ndaj institucionet të Republikës Kosovës. Dhe e njëjta prokurori ngriti akt akuzë ndaj nesh për shkak se citova në këtë rast unë një hero kombëtar shqiptar që gjendet edhe në librat e historisë. Pra çka po na thot prokuroria speciale? Që serbët kanë drejt të përmendin figurat e tyre në shumicën e rasteve kriminale e që ka përjetu populli shqiptar vazhdimisht dhimbje e terror nga ta, ndërsa ne nuk guxojmë as të reagojmë kur lirohen këta. Po, këtu konteksti, zotë Azemi, është i qartë. Pra ju, kur përdornit emrin e Avner Rustemit, e dim rolin e Avner Rustemit. Krejt, çka unë kam shkruar, e për çka akuzohem, është se kam thënë pas atentatit në Paris, Avner Rustemi, ndër të tjera, tha 2 pika. Dhe kam postuar një thënje në formë të fotografisë që është diku e vitit 2010 apo vitit 2012. Dhe sikur të ishte hera e parë që e postoj dhe dënohen, mbase do të kishte një fal logjike. Por këtë të njëjtën thënje e kam dëshmuar edhe para gjykatës, sepse rrjetet sociale i ruajnë postimet, të njëjtën thënje e kam postuar edhe në vitin 2014, edhe në vitin 2012, dhe asnjëherë nuk kam pas proces gjyqësor për postimin e një thënie të tillë. Po, vetë ju tash e keni ndëlidhur me persona të cilët kanë marrë një vendim dhe këtu ka tjera implikime, zoti Azemi. Pa marrë parasysh kësaj. Jo, ka Republika e Kosovës, pra është një shtet sovran, është një shtet demokratik. Edhe të paktën, edhe sikur të dënoheshim ne,
do ta pranojja me shumë dëshirë çfarë do dënimi që do të jepej, sikur ky institucion, pra prokuroria speciale, të kishte qasjen e njëjtë edhe ndaj kriminalëve serb. Ata që na ndjekin kanë interes. Dyshoj jashtëzakonisht shumë dhe nuk e kam fare problem t'i përmend edhe me emra. Dyshoj konkretisht që mbrapa të gjitha këtyreve që ndron Blerimi Sufaj. Blerimi Sufaj. Po, pra, i cili ka udhëheq me prokurorinë speciale. Qasja e tij jashtëzakonisht jo konstruktive, mos të harrojmë, e ka edhe një deklarat tjetër ku e pranon edhe publikisht dhe thotë se edhe e ka tërheq ai personalisht flet arrestin ndaj Radojqishit. Kështu që e dim tashmë gjithë e njohim kush është Radojqish. Po thoni emri i gjithë kësaj, pra pa gjithë kësaj që po ndodh është Blerim i Sufaj. Edhe prapa vendimit të sotëm? Unë dyshoj jashtëzakonisht shumë që përgjegjësi për gjitha këto vendimit pa drejta e selektive është Blerim i Sufaj. Po si ka i fuqin, për shembull tek gjykatat? Ai është prokuror, mund ta formuloj një akt akuzë të pa bazë apo me bazë, por cili është ndikimi i tij në gjykata, pra në vendimin e sotëm? Mund të hyni për shembull vetëm të kërkoni në rrjetet sociale, të shkruani këta emra. Blerim i Sufaj, Fikrie Fejzullahu, që në këtë rast është prokurorja e këtij rasti. Blerim i Sufaj, për shembull, hedh dyshime ndaj kësaj prokurore për një rast të vrasjeve, që nuk e di sakt për cilin rast është, por krye prokurori i prokurorisë speciale në atë kohë hedh dyshime për një prokurore pikërisht për vendime potencialisht të padrejta. Prandaj dyshoj që eksponent të kësaj prokurorie mund të jenë qoftë shantazhuar, qoftë friksuar nga burime të tilla. Po ku motivi, ku na çon gjithë ky diskutim, ku mbetet figurat të përmendura në këtë proces, figura që kanë marrë vendime për këtë proces, janë njerëz të subjekteve politike, opozitare, që janë jashtëzakonisht të dëshmuar sidomos për veprime kundrejt lëvizjes së vendosjes. Prandaj për kë keni fjalën? Unë vetëm po duhet të them që pra po e përsëris, sikur të na dënonin edhe 1 vit e 6 muaj, edhe 5 vjet e 6 muaj, apo sa do që të dojnë, do të isha shumë i kënaqur sikur të ishte reciproke dhe të mos veprohej vetëm ndaj neve, por të veprohet edhe ndaj kriminalëve serb, për cilët paramendoni pra, krye prokurori i prokurorisë speciale ka deklaruar se ja ka hek flet arrestin kriminalit terroristit serb Radojqić dhe ka thënë se e ka pas një kërkesë nga dikush, por nuk mund të thotë se nga kush në publik. Po dikush mund t'ju thotë i njëjti, në udhëheqjen e prokurorisë speciale e ka bërë një lëndë voluminöze, një akt akuzë në rastin e Banjskës. Po tamam puna mos ta bëj edhe këtë. Po tamam puna, por nëse ka ashtu motive. Po të vrahet një polici i Republikës Kosovës, po ndodh gjithaj sulm terrorist. Po janë gjithë ato dëshmi, fatmirësisht policisë, që i kanë pas inqizimit edhe me dron, edhe me gjitha, i kanë inqizuar me figura, e ftyra, me emra, me detaje, i kanë arrestuar edhe shokët e tij kriminalë. Patjetër, po vetëm po provoj ta kuptoj motivin përfundimtar, ku po aludoni. Edhe për këtë rast po të mos kishte, pra, akt akuzë, atëherë edhe për çka tjetër do duhet të ekzistonte ai institucion. Zoti Azemi, këtë diskutim e kam me deputetët të vendosur edhe partive tjera besa kur i kemi për çështje gjyqësore. Tani po ju e dini deputetë të partive tjera çush janë dënuar në procesin gjyqësor. Vetëm një gjë. Ju e dini sa është dënuar pa lekaj për 83 milion. Ju e dini sa është dënuar Adem Grabovci, sa është dënuar Adem Grabovci nuk është dënuar fare. Adem Grabovci është liruar. Por pyetja që kam për ju, se tash jeni edhe deputet, një deputet i ri në kuvendin e Kosovës, i cili tashmë ka filluar të funksionojë disi, le të themi, por pyetja që shtrohet është sistemi gjyqësor, shpeshherë kur sulmohet, ndonë se ka shumë të meta për cilat diskutojmë shpeshherë edhe ne, edhe me aktorët të sistemit gjyqësor, prokurorial, por kur ka përgjithësime edhe lihet një hapësirë që filan kryeprokurori ose filan prokurori e ka bërë këtë, por nuk jepet adresa e fundit, për çfarë qëllimesh, a mund të përfundojmë tani në një luftë akuza kundër akuzat që nuk na shpjen? Përbes fare nuk tentova ta përgjithsoj, përkundrazi u mundova jashtëzakonisht shumë ta konkretizoj. Ju i dha emër, e vërtet. Po ku qëllimi përfundimtar i Blerimit Sufaj në këtë? Prandaj dhash edhe emra mbi emra konkret
për këtë çështje, pikërisht me qëllimin që mos ta përgjithsoj, sepse unë personalisht nuk besoj që i tërë sistemi i drejtësisë është i kalbër, i korruptuar, por individ për brenda tij, si në shumë sektorë tjerë, po çantat pra për cilat është përfolur jashtëzakonisht shumë edhe nga kolegët juaj gazetar. Pat që në atë përplasje zoti Mustafa më drejtohet me disa ofendime, cilin asnjëherë nuk ja kthej dhe krejt çka i them unë është qetësohu, sepse nuk deshta me u përgjigj me gjuhën e njëjtë. Po, a mund t'ju pyes për ku ishte fillesa e gjithë asaj? E gjithë fillesa përsëri ishte gabimi i tij, sepse mund ta pyesni edhe zotin Gola, realisht unë shkova të jap drejt pikërisht çështjes që e ngriste LDK-ja, sepse me të drejtën ende nuk e kisha lexuar rregullorin e kuvendit dhe edhe zotit Gola i thash që nuk e kam lexuar ende rregullorin e kuvendit sa i përket çështjes së replikave, por në kuvend komunal, sipas praktikës, so hart përmendet emri, ki drejt të replikash. Këtë çështje e ngritin disa deputatë. Po edhe njëjta gjë është në kuvend të Kosovës, po ashtu. Në kuvendin e Kosovës, në fakt sipas rregullorit, se e kam pa më pas, është që herën e parë nëse të përmendet emri ki drejt, e bën replikën, por nëse përmendesh prapë në kundër replik nuk ki drejt më. Kështu është me rregulloret, se bashkë mule kam pa. Për këtë u acarua ka shumë zoti Mustafa? Nuk pa diçka tjetër? Zoti Mustafa edhe më herët janë inqizimet në kuvend, mu ka drejtu me fjalë ndryshme, nuk je këtu në kuvend komunal, nuk je këtu në asamble. A keni ju ndonjë telashe personale me të? Në jetën time nuk kam pas asnjë. Jo, vërtet du ta sinqerisht duke shumë i acaruar. Sinqerisht asnjëherë në jetën time nuk kam pas ndonjë problem as komunikim. A ju befason se zoti Besian Mustafa? Unë befasoj jashtëzakonisht shumë, do të ishte personi i fundit nga i gjithë grupi i Lidhjes Demokratike që do ta presja në reagim tillë nga ai të tillë, por prapë se prapë nëse kështu do t'ja falja edhe pa kërku falje për gjitha ato ofendime që i ka bo, sepse me gjithat puna në kuvend është stresuese, ndoshta edhe reagimi im shkurja të kryetari i kuvendit, në këtë rast të udhëheci seancës Gola, ka mundur t'i duket si diçka provokative, ndoshta e ka keq kuptuar këtë situatën apo çka do të qoftë, kështu që nuk konsideroj që ju shkova vetëm për sqarime aty. Unë shkova pikërisht t'i jap drejt Lidhjes Demokratike të Kosovës në atë çështje, për këtë mund ta pyesni edhe vet zotin Gola, sepse ne po në video, domethënë edhe në video dëgjohet qartë, krejt çka kam thënë është qetësohu, sepse s'kam dashur me as me tensionuar çështje më shumë dhe absolut nuk konsideroj që është çështje me cilën do duhej as ti lodhim qytetarët në këtë moment.